Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Programi që vijon është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe larmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive. Shikues të televizionit të UTA, përshëndetje. Jemi edhe me një emision tjetër të Thesaret e traditës sonë. Ka për qëllim të sjellë le të themi çdo gjë që na pasuron më shumë edhe shpirtërisht, jo vetëm në aspektin kulturor. Të flasësh për kulturën është një nga gjërat më të çmuara që të gjithë duhet të kemi kujdes ndoshta se si edhe sa e trajtojmë. Është punuar çdo herë në aspektin kulturor me aktivitete të shumta në gjithë komunën e Ulqinit. E sot do të fokusohemi tek zona anës së malit. Do të flasim për thesaret kulturore të kësaj zone, e duke u fokusuar tek folklori, tek veshja tradicionale, tek kënga, tek vallja, edhe tek ruajtja e kostumografisë. Do të sjellim tek ju në fillim një pasqyrim le të themi i cili vjen përmes fjalëve, por edhe përmes pamjeve mbreslënëse të anës së malit. Në çdo kohë mbrojtja e identitetit fillon nga kujtesa dhe përfundon te kultura. Ajo që e mban gjallë një popull, pavarësisht kufijve apo kohës, është gjuha, tradita dhe zakone që përcillen brez pas brezi. Sot kur ritmet e botës moderne ecin me hapa dhe shpejt dhe moda, teknologjia, stili i jetesës janë bërë pothuajse të njëjta kudo, ruajtja kulturës kombëtare është bërë një sfidë. Kjo ndihet sidomos tek shqiptarët e Malit të Zi, të cilët jetojnë në pakicë dhe përballen çdo ditë me nevojën për të ruajtur vlerat që i bëjnë të dallueshëm. Një ndër vendet që i ka qëndruar kohës dhe ka ruajtur me fanatizëm trashëgiminë e vet është ana e Malit, një krahinë shqiptare që shtrihet në komunën e Ulqinit. Me një histori të gjatë të pasur, ana e Malit përfaqëson jo vetëm një hapësirë gjeografike, por edhe një zemër kulturore që rën në ritmin e traditës shqiptare. Ky vend ka ruajtur me kujdes gjuhën, zakonet, këngët dhe veshjet e dikushme, duke i bërë ato pjesë të identitetit të përditshëm. Kultura kësaj krahine ishte ngjizur thellë në shpirtin e banorëve të saj. Gjuha shqipe ruhet me dashuri dhe përdoret në shtëpi, në përditshmëri, në dasma, festa. Shumë familje vazhdojnë të tregojnë rrëfime të vjetra, të këndojnë këngë popullore, e të ju mësojnë fëmijëve zakonet që dikur ishin rregulla jete. Në dasmat e anës së Malit, për shembull, çdo hap, çdo këngë dhe çdo simbol ka domethënie, nga mënyra pritjes së krushve tek vallët që luhen në fund të dasmës, gjithçka lidhet me një kuptim të trashëguar ndër shekuj. Në mesin e këtyre elementeve, veshjet e grave zënë një vend veçantë. Ato janë një ndër simbolikat më të forta të traditës lokale, një formë arti që flet për historinë, zakonet dhe krenarinë e krahinës. Veshja gruas në anë të Malit është e punuar me kujdes të madh, me këmishë të gjatë të bardhë, pështjellak me motive shumë gjyshe dhe jelek të qëndisur me dorë, ku çdo detaj bart një kuptim të veçantë. Ngjyra kuqe dhe artë janë më të pranishmet, duke simbolizuar forcën, fisnikrinë dhe gëzimin. Këto veshje shfaqen kryesisht në raste të veçanta, dasma, festa tradicionale apo aktivitete kulturore, por për banorët e zonës, ato nuk janë vetëm pjesë e kostumit,
por pjesë e shpirtit të traditës së krahines. Në shumë shtëpi të anës së malit, nënat e gjyshet të ruajnë me kujdes veshjet e vjetra, të cilat kalohen brez pas brezi si trashëgimi. Për to ato nuk kanë vetëm vlerë materiale, por janë një kujtesë e një kohe kur çdo qëndisje bëhej me dashuri dhe çdo copë pëlhure kishte historinë e saj. Sot këto veshje janë kthyer në simbole krenarie kombëtare dhe shfaqen me dinjitet në çdo manifestim kulturor. Një rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen e kësaj trashëgimie kanë luajtur shoqatat kulturore artistike të anës së malit. Përmes vallëve tradicionale dhe këngëve popullore, ato kanë arritur të mbajnë gjallë një trashëgimi që rrezikonte të humbiste në ndikimin e kohëve moderne. Në çdo paraqitje, vallëtarët nuk përçojnë vetëm një performancë artistike, por një mesazh të fortë identiteti, se kultura shqiptare, pavarësisht vendodhjes, nuk shuhet kurrë. Në këtë mënyrë, çdo aktivitet kulturor bëhet një urë që lidh të kaluaren me të tashmen, duke ju kujtuar brezave të rinj se tradita nuk është pengesë për zhvillimin, por rrënja që mban të fortë trungun e kombit, sepse një popull që ruan gjuhën, zakonet dhe veshjet e tija, ruan shpirtin dhe historinë e vet. Ana e Malit sot është më shumë se një vend, është një dëshmi e gjallë e forcës së kulturës shqiptare për të mbijetuar. Ajo qëndron si një thesar i çmuar që ruhet me dashuri si një fletë e gjallë e historisë që na kujton kush jemi, nga vim dhe pse duhet ta duam trashëgimin tonë. Shikues të televizionit të UTA, sot do të flasim për anën e malit. Aty që mund ta them, le të themi edhe personalisht, duke dalë ndoshta edhe nga konteksti i punës edhe i profesionit, është e ndjeshme edhe e veçantë edhe për mua sot. Kur flasim për thesaret e kulturës edhe trashëgimisë son, nuk ka se si mos të jetë pjesë e saj edhe një nga vlerat më të veçanta, folklori, tradita e folklorit edhe çdo gjë që e përbën atë. Unë kam kënaqësi që në këtë bisedë sot, çdo herë kur përzgjedhim për të folur në lidhje me, le të themi, trashëgimin kulturore, ndoshta duhet të mendojmë edhe se me këtë do të zhvillojmë një bisedë të bukur, të rrjedhshme, por edhe një bisedë që ndoshta për të gjithë ju që na ndiqni, na shpjegon disa gjëra edhe më në detaje. Kam kënaqësi që në këtë bisedë të kem Gazmend Kovaçin, zyrtari i trashëgimisë kulturore. Gazmend, përshëndetje. Përshëndetje, Dofi. Trashëgimia kulturore është pjesë e pandar e jetës së Gazmendit. Edhe nëse filloj, le të themi, pyetjen me ato që edhe e nisa, me folklorin e anës së malit, nëse do të shpjegonim disa veçuri, cilat janë veçuritë e folklorit të anës së malit? Çfarë përbën? Po, është e gjithë hapësira, do thot, pjesë e cilët shtrihet zona e anës malit, është një trevë e begatë dhe cila përfshin pothuajse të gjitha elementet e trashëgimisë kulturore, me qenë se shtrihet në mes të një zone e cila është në kontakt vazhdueshëm dhe komunikim të vazhdueshëm si region i asaj që njihet në, mund të themi tash gjeografikisht, mund të themi baseni i lumit Bun, dhe gjeografikisht përfshin një hapësirë e cila është në mes të qendrave të mëdha, siç është Ulqini, Shkodra, Tivari, dhe duke qenë një hapësirë dhe një treve të tillë, padyshim se përfaqëson pikërisht të gjithë trashëgimin kulturor, e cila në gjithë këtë hapësirë është shumë e begatë. Dhe në rrjedhë historike, duke pasur tani edhe rrjedhën historike, në gjithë të hapësirë që janë të qendra të mëdha, jeta vazhdon në kontinuitet me mija vjeçar, dhe në këtë kuptim ka shumë vlera, ka shumë veçuri që duhet vazhdimisht të studiohet dhe të trajtohet, që në mënyrë që të kuptohet sa më tepër. Çfarë e veçon, më përmende ku ndodhet gjeografikisht? Çfarë e veçon anën e malit nga, le të themi, pjesa tjetër shqiptare në aspektin folklorik? E veçon që është thellësisht pjesë integrale e trashëgimisë dhe kulturës shqiptare. Është pjesë e pandare e kulturës shqiptare. Dhe është tipologji e mirëfillt shqiptare. Dhe në këtë kuptim të është niancat që vijnë
edhe marrin formë në treven anës së malit janë ato të cilat i karakterizon reliefi, me qenë se reliefi dhe si thush vetë folklori, vetë kostumografia, vetë trashëgimia, vetë instrumentet janë detyrimisht lidhura me reliefin edhe me vendin, edhe është një folklor edhe është një trashëgimi e cila lidhet me zonën fushore dhe me zonën malore, me qenë se i ka të dyja, do thotë se të dyja hapësirat, dhe zona fushore pastaj ka dhe veçoritë e ujit, e cila është lumi bunë dhe liqeni, dhe zona malore po kështu është mjaft e kombinuar dhe në këtë sens, në këtë relief apo në këtë, si thush, ambient natyror, pastaj e kuptojmë se sa larmishe është edhe folklori. Dhe në këtë kuptim pastaj edhe vetë Ulqini, për shembull zona e qytetit Ulqinit, apo zona e Krajës, apo zona e Shkodrës, dhe të gjitha kanë pastaj pikërisht këto veçori të mëdha të trashëgimisë, sepse vetë reliefi edhe vetë zona krijon larmi shumë të madhe. Tashti, ajo që është, po të kthehemi tani te ona e malit, ajo që është që bën përshtypje dhe bën bujë, do të thotë kështu çdo herë në prezantime, normal se është kostumografia dhe kostumografia cila është shumë kështu në cilën vërehet e gjithë ta specifikojmë. E gjithë tradita kostumografisë shqiptare flet për një traditë urbane dhe qytetëtarie të lartë. Jemi duke folur, do thotë, si trashëgimi etnokulturore, do thotë në përgjithësi, dhe në veçanti tani në anën të malit pikërisht shihet ky element i qytetarisë urbane të mirëfillt, po kur themi urbane kemi të bëjmë me një jetë të urbanizuar. Do thotë kur shoqëria jeton në një platformë të organizimit të rrugëve, të sistemit të urban të lagjeve ku banon, të konceptit urban ku jeton, të kushteve urbane brenda vendbanimit, do thotë me ujë, me gjitha ambientet e jetës, pastaj edhe me atë që quhet zonë me të ngushta urbane, me qenë se në gjithë hapësirë është edhe qyteti i vjetër, do thotë lokaliteti arkeologjik i Shasit, ku janë strukturat urbane, kështu në kuptimin si e themi në ngushtë, po kuptimi urban është kuptimi se në cilë nivel jeton edhe është strukturuar jeta e lagjeve dhe e njerëzve. Atëherë, nëse marrim fustanin e bardhë të grave dhe të vajzave të anës së malit, do thotë gjerë në fund të këmbëve plotësisht i bardhë, do thotë është për ta kuptuar kështu më thjesht ndoshta, është fustan sallonesh, se një fustan i bardhë gjerë në fund këmbëve, plotësisht gjerë në fund këmbëve, vjen për i trashëgimi e mirëfillt konceptualisht do të thotë e modelit të asaj që mund të quajmë kështu të modelit me reprezentativ të ambientit dhe në një kuptim tani kështu se si është strukturuar duhet të ketë edhe kushte, sepse një fustan i bardhë gjën fund këmbëve do thotë në përditshmëri është shumë element që bën përshtypje, sepse pastaj kur dalim në zona ndryshme, për shembull kur dalim nëpër qendrat maja, për shembull evropiane ose kudo, ajo është që një fustan i bardhë në fund këmbëve i bardhë do thotë ai flet për pastaj elementet pafundme të trashëgimisë. Elementi që e kanë gjithë trevat shqiptare, po them, po që në anë të malit është shumë tipike dhe tipologjike, do thotë ky element. Me çfarë plotësohet kjo e bardha? Me çfarë plotësohet? Po tashti është momenti me i gëzueshëm, me fisnik dhe me i koncentruar drejt jetës dhe drejt bashkëkohores. Nuk është e kot që do të ngjyra e bardhë është çdo kënd në fustanet edhe në kostumet tona dhe kostumografinë etnokulturore do thotë tonën, dhe e bardha është edhe në ceremonitë si thua, ose në nivel universal sot edhe fustani i nusrisë ose i martesës është i bardhë gjën fund këmbëve. Do thotë është e pamundur nëse duam të kemi prezantimin e plot të dinjitetit njerëzor, mendjes njerëzore dhe korrektësisë dhe asaj që quhet si thua kështu
dedikuar për një jetë të dinjitetshme. Dhe kur themi për një jetë të dinjitetshme, atëherë kemi edhe ekonomi dinjitetshme, edhe punë dinjitetshme, edhe kulturë dinjitetshme, edhe libra dinjitetshme, edhe tema dinjitetshme. Do të thotë është një lloj përfaqësimi i tillë. Dhe pastaj shkon me mentalitetin do të thotë pikësoj shkon me mentalitetin pastaj e filosofisë së krijimit të këngëve dhe motiveve. Dhe në gjithë këtë tre, do të thotë edhe në anën të malit, pastaj motivet janë shumë në preslense. Është kjo ajo çfarë ju do ta quani si zemra ndoshta e traditës lokale, apo mund të dalim edhe tek vallja apo tek ndonjë instrument? Çfarë konsideroni ju? Kjo është temë shumë e mirë dhe pyetje shumë e mirë, Dafina, sepse secili prej nesh duhet ta pyesim, do thotë vetin, gjithë atë që njohim si trashëgimi kulturore të vendit ku jetojmë, po pastaj edhe të zonave me të ngushta ku jetojmë. Sepse si trashëgimi pastaj çana kupton kështu në general, po duhet të shkojmë pastaj edhe me imësisht se çka na pëlqen pi zonave ku jemi rrit, ku kemi jetu, dhe ajo që unë tash edhe si zemra, mund pyetësh tu zemra e trashëgimit, duhet ta pyesim vetëm çdo njeri, sepse secili duhet të ketë një element që i pëlqen dhe që e valorizon. Nëse ne si institucione, për shembull si komunë, si muze, si qendër për kulturë, duhem të valorizojmë trashëgimin, atëherë është e pamundur nëse nuk është e jetësuar me të njerëzit dhe secili njeri nuk e ka një element për zemër, do të thotë të trashëgimisë kulturore, në mënyrë që të marrë atmosferë pastaj kur prezantohen ose kur jepen, dhe në mënyrë që të njihet trashëgimia kulturore, sepse në mënyrë që ta mbrojmë trashëgimin kulturore, duhet me të vërtetë të gjithë të mendojmë se çka na pëlqen më së tepërmi, edhe na duket më e dashur për mendimin ton, për shijen ton, brenda trashëgimisë kulturore, nëse flasim për anën e malit apo për secilën zonë. Dhe në këtë mënyrë pastaj është shumë e rëndësishme që të mendohet kjo pyetje. Ka shumë dhe po them me përgjegjësi, ka shumë jo kështu për t'ju shmangë pyetjes ose për të ka shumë, sepse desha thash, desha të them që pi perspektivës, le ta them në mënyrën më pozitive, subjektive, secili duhet të ketë një element të tillë. Por edhe në general, do thotë pavarësisht se ku jetojmë, sepse për shembull mund të kemi edhe takime kur kemi për shembull me trupat e Shkodrës, Gjakovës, Prishtinës, Tetovës ose të Vlorës ose kudo që jemi shumë më larg, detyrimisht që edhe ne që shkojmë nga Ulqini ose nga Ona e Malit ose nga Kraja ose nga që jemi këtu për shembull, ose detyrimisht që e njohim një element që e kemi për zemër të zonës tyre, dhe tashti pse nuk ka elemente tilla ose me pak njihen elemente tilla në folklorin tonë, sepse ne nuk kemi arritur ta promovojmë sa duhet të gjithë trashëgimin kulturore, në mënyrë që çdo kush ta ketë pastaj një element të trashëgimisë kulturore i cili bëhet brand. Por jo brand kështu me studim ose si thosh, po brand edhe i thjesht, do thotë që më pëlqen si element dhe duhet të valorizohet. Për ta shtuar këtë ide që desha të them, kur ishim në studimin e Tiranës për shembull, edhe kur prezantoheshim se ishim nga Ulqini, normal se ishte shumë interesante se sigla me cilin na përshëndeste ishte pastaj ka shumë mendje më feju. Do thotë, nëse një element i trashëgimisë prezantohet në vlera si duhet, edhe fati i madh që ky element i folklorit Ulqinit, do thotë, është prezantuar shumë mirë nga vetë qyteti Ulqin, por edhe nga Shkodra që ka promovuar me këtë. Atëherë mund të themi se trashëgimia ka luajtur rolin edhe ka kryer rolin e vet. Kjo pyetje tani, si po them, është edhe në zona më ndryshme, do thotë edhe Ona e Malit edhe gjitha, duhet të kenë ka një element signifikues, edhe duhet të kenë aty që është zemra e trashëgimisë, dhe për këtë desha të them që ka shumë, edhe ne duhet punojmë edhe shumë më tepër. Janë ato që përmendet, do thotë si veshja, vallet, këngët, sepse ka shumë motive që janë të tilla. Nga e gjitha kjo që më the tani, çfarë mendon që deri diku kemi arritur ta kuptojmë pak se çfarë ka pasur
le të themi, banorët e anës së malit më përzemër që kanë arritur ta ruajnë edhe ta trashëgojnë brez pas brezi, por duke mos e ndryshuar origjinalitetin e saj. Ana malit ka shumë, ka tradit në këtë, sepse memoria tani normal harrohet, dhe memoria harron. Por vetëm melodia, për shembull, po të kthehemi në kujtesën e njerëzve dhe memorien e njerëzve para 50 viteve, 60 viteve, do të thotë. Muziku në anë malit ka qenë plot melodi, sepse nuk ka pasur mundësi të mos dëgjohet një zumare, një fyell apo një këngë e kënume pa melodi, do të thotë ajo që quhet këngë Maja Krahut. Edhe në fundin e punëve, do të thotë, në ato orët e mora në mbrëmje, po të rrish me njerëz mosh, thonë se është dëgjuar zumaret ose është dëgjuar fylli ose kënga e Maja Krahut, do të thotë, sidomos në ato momentet e muzikut kur punët janë përfunduar dhe pastaj njerëzit duke u kthy nga punët edhe nga arat për në shtëpia ose me bakti ose me sido që kanë qenë, do të thotë, me punët e ditës ose me punët në vresht apo me fruta, dhe melodia ka qenë shumë prezente dhe pastaj edhe kënga, meqense edhe puna e këngë njohur ndryshe edhe në gjithë etnokulturën shqiptare si këngët e shatit, janë këngët e Maja Krahut për që vinë në tematika për elementet e punës. Po është një çështje shumë e madhe këtu. Nëse në kor është punë e madhe të këndohet në kor, dhe llogarit tani njerëzit me atë, sepse sidomos po them tani kështu në kor të organizuar punë, edhe me veshjen e bardhë, sepse kurriku, nga që shohri kurriku kushto është veshur komplet me të bardhë, do thotë të shikimia ose kostumi, siç është i njohur edhe në Ulqin, në gjithë hapësirat tona, do thotë kostumi i bardhë, plotësisht i bardhë dhe i burrave, pantallonat bardhë dhe këmish bardhë. Edhe kjo është një element shumë interesant se në zyre punojmë, po kur veshim këmishat bardha dhe jemi pa xhaketa, kemi problem t'i mbajmë ditën e dytë problem ta veshim. Kurse të punosh komplet, ta organizosh jetën me teshën e bardhë, vetë jetë gjithë të revave tona, elementi i vetëm nuk malit për i gjitha të revave, por në anë malit tani si ka reflektu kjo. Në fushat edhe në arat ku është punuar, vreshtat që është punuar, edhe tani redi i njerëzve duke punu, edhe gjithë në të njëjtin zonë duke këndu, por kjo është tashti një kor, ose krijimi një melodi edhe një formacionit të këndimit në kor, i cili është punë bëhet në studio. Edhe i cili është punë të organizohet, si të shtu tani në institucione, kemi problem të ashtë edhe kur vjen puna me qu një folklor, s'kemi folklor. Ishte pak kështu, një rast kështu, ishim për të marrë pjesë edhe me të vërtet trupa nuk ishte aktive, sepse ka njerëz që kanë angazhime, kanë kështu dhe nuk e kishim trupen aktive, po pastaj, duke qenë ky stres, pastaj komunikun me mu, antarët thanë nuk kemi thonë antarët edhe kemi problem, po si s'kemi thamë antarët. Po se si kemi antarë, po cilin tush i thamë njeri, pi familjeve tonë athirë morburi, thamë se këtësen nuk kemi bojë, thash, kështu, dihet se janë të asma tona, se janë, nuk kemi bo prova për me marë pjesë gjithë valë, nuk kemi bo prova për me kënu gjithë qifte, nuk kemi marë prova, do të thotë, është trashëgume në gjitha elementet, por që duhet punë, sepse shumë elementet, si thaqën, harrohen, por që është shumë preslense dhe është të thonë sa herë që trashëgimin kulturore e kanë rritë familjet tona, se për institucionin e kishim qenë komplet të pa asnjë lloj shprese për të konsolidu dhe për të valorizu trashëgimin kulturore. Ajo që flasim edhe që themi në familjet tonë, unë kam 2 prindër që kanë qenë pjesë e shoqatave folklorike të anës së malit, duke filluar nga buna, zgjimi i hershëm, edhe në fëmiri e kujtoj babajnë me ato fyellin që thua. Por tani, sa i kemi këto prezente? Jo më në thjesht, le themi në shtëpia si dekor, por në gëzimet tona familjare, apo edhe në pjesëmarrjen që keni pasur jashtë kufive, si që është pjesëmarrja në Gjirokastër, ku ke qenë një ndër, le themi, faktorët për të mbledhur të gjithë së bashku dhe për të prezantuar folklorin tonë atje. Tashti, janë 2 pika këto, familjet tona kanë rrujtë shumë, edhe është i gjallë. Po problemi është tani që nuk mundet më, sepse duke ndru stili jetës,
nuk mund të gjesh më kohën edhe elementin që ti kesh prezente këto elemente. Dhe tani jemi në moment që janë trujtëna, vinë gjalla gjithë sot, por duhet t'i dëshmojmë edhe t'i dokumentojmë. Po që se shkonë të shtë i ndarësem në Antmalit kudo të thotë në cilin do lagjet ka tundit, apo nëse cilin do ka tund, për shembull në Antmalit, në cilin do moment, sepse edhe dasma është një prej, si thush kështu, elementeve qytetarie të lartë, në gjitha dasmat shqiptare, por këto elemente i ka dhe dasma anës së Malit, një qytetarie të madhe, një kulturë të madhe, e thamë me përgjegjësi të madhe. Dasma shqiptare në përgjegjësi është element civilizimi, por sidomos edhe në treven e, pa flasim tani për treven e Asmalit, është element civilizimi. Dhe po të shkosh tani se cilën të lagjet është i cili moment mund të jetë. Mund të jetë momenti i dërgimit dhantis, për shembull, dhe kjo fjala dhanti është shumë element shumë i rëndësishëm. Unë se kuptoj, në shkom për të pi kafen, se ka raste që më thrasin edhe mu, hajse pa qënë të shte filoni, idealagjet e idealhallet, ose një kujshim se i shokë i mik, hajde se pe e qënë të dhantinë edhe shkoj me pi kafen. Unë se kuptoj, dalim jashtë është momentin kur ishtë munis, gjitha sendet e bleme, për të dhanë, cilë do kjo, ose djallit ose vajt, unë se kuptoj, ka dalish musha borre edhe kënojnë korë, edhe kënojnë kongët shumë prekse edhe me kuptim të thellë, edhe nuk ka pas asë organizim, asë nuk ka pas prova, asë kur gjë. Dalim për shpijet edhe në borë është kriju kori i të shte, tamam, kori vërtet i grave ose i burrave, edhe kënojnë kongën, po të themi në gjuhë kështu pak, kongën e majekrat, po të themi kështu në gjuhë të shte muzikologe pa muzikë, a kapella në ose dërën me folë kështu pak ma. E tesh, ka rasi njëtën për kalat Ulqinit, për shembull dhe ishtë një darsëm ku të në lagjet Ulqinit, familë Ulqinaku se kuto, ka dalë kori kënojnë gratë, dhe më thonë, ishtë pa folklor, bile, ne që bonë marrën me folklor, është ma originale mi e marrë, mi e dëgju, ose kuta që tjetë, atë moment, po, ose kuta që tjetë dhe zonë të tërë, ose treva tjera. Edhe të ashtë elementet të ashtë e dasë me sanë Smalit, dhe thotë është, po të nalin të ashtë se ka, është njajta koncept, po ka elemente kështu, është edhe momenti, dhe thotë, kulmet e momenteve që janë, si të thashën ty, është shumë kështu, shumë me të bëllë për shtypje, momenti të ashtë në darsën, po flasim të ashtë se, të ashtë të thëmë te, me qenë se unë fola që edhe në momentet individuale është dëgju kanga dhe muzika, po të shku në metet në, me qenë se ka nërru stilijet, po në metet në darsën të ashtë në besë, aty e kena ambientin që jena dedikum të për këtë pjesë, aty vinë e reflektohen gjitha. Po të është edhe momentet ku levizim me kur hiqet mikrofoni, kur hiqen zërimet, edhe dalim të ashtë ecim rrugës për të shku, për të marrë, për të shku të djali ose të vajza për shembull, ishte çuditshme të ishte një instrument akustik, që është me harmonik dhe me dajre, po ishte çuditshme që ti gjithë populli i din këngët përmendsh edhe këndon i gjithë populli. Po ti pyesesh një nga një tani, ma kujtoj një në këngë, normal si është zor më kujtuar dhe nuk mund ta kujtoj. Po si është e mundë që kur fillon melodia do thotë i gjithë njerëzit sa të që jemi me makina, 50 makina, 60 makina shton. Gjithë këndojnë këngët, njëri pas tjetrit do thotë edhe gjithë këndojnë këngë, edhe këndojnë me vullnet edhe kështu me interpretim. Memorje, sepse nga njëherë edhe pavetdia ruan, po, edhe njërë pavetdijshme po dalin to elemente dhe kjo të regon se sa e madhe është në vetdijen tonë, por sa e madhe ka qenë prezent edhe në kalim përpara, do thotë trashëgimia kulturore, do thotë ka qenë çdo element, si thua kështu, jetë e mirëfillt e organizuar me të gjitha elementet që som jetë kulturore. Nisë së shkollë. Sado që modernja vjen tek ne përsëri kthehemi tek rrënjët, nëse theme, kthehemi tek ajo tradita jonë. Paraqitja juaj duhet ndalem tek momenti i Gjirokastrës. Paraqitja në Gjirokastër, çfarë kishte të përbashkët me gjithë pjesëmarrësit, edhe çfarë kishte ndryshe apo të veçantë? Si grup, paraqitja nga pjesëmarrësit e tjerë. Vlerësimet kanë qenë të mëdha.
Në cilat momente ishte le themi ai kulmi, ë? Dëgjoj vetë është punu me shumë kujdes tipologjia kostumeve që tjetë shumë origjinale. Është punu me shumë kujdes motivet e përzjedhjes, siç ka edhe pyetja, cilat janë më për zemër të shtjen, cilat janë më për zemër që janë dëshmuar tilla. Unë këtu mund të them ka qenë grupi më kështu si thosh, të flasim me superlative për grupin që e kemi përfaqësu, ka qenë i mirë, ka qenë më i miri, ka bërë përshtypje. Por, unë po flas me të vërtet, atë se si u mundove të përshkruash dhe atë se si është një kjo veçuria. Ka një qasje aq dashamirëse të njerëzve me tipologjinë e pamjes së kostumeve të folklorit që çojmë, edhe është aq dashamirëse, është aq prekse, edhe është aq e afërt saqë me të vërtetë që të bën përshtypje me njëherë. Kalojnë edhe grupe tjera, kalojnë edhe kështu të thotë ka grupe që janë shihet që ka një lloj afiniteti për publikun, por kjo mund dëshmohet edhe kushdo mund të ketë rast kurdo që tjetë grupet e zonave, do të thotë, ku po flasim pikërisht edhe Ansmalit, ka një afrimitet shumë të madh publikut me formatin e kostumografisë dhe formatin e këngëve, sepse është edhe melosi. Melosi Ansmalit është se Trema Ansmalit fillon përballë Kalastër Zafs, do të thotë ura vjetër Bunz, dhe je përballë Kështjellës Shkodrës, do të thotë mos ishte çështja edhe kufinit të kështu bilet të lagjet e qytetit, do të thotë pjesa, nëse se ona madhe fillon të është kufiri bën mës, po fillon pikërisht ura vjetër Bunz, është në themelet Kalastrës Zafs, edhe vazhdon përgjatë rrjedhës Bunz, edhe vjen deri, si thashë, është kontakti me zonën e Krajës, Tivarit edhe Uqinit, po është një zonë e cila është në kontakt parë me Kështjellën e Shkodër, edhe është njësoj edhe Uqini, vazhdimisht ka qenë, edhe është element shkodran, si thush, si koncept. Edhe tashti në këtë koncept, Melosi i kriju në Antë Mali, sepse shumë edhe këngë, për shembull, O Bilbilo i Bukri Shpendë, për shembull, për Ramadan Sokolit, për shembull, është definuar si melos edhe krijimi i Anës Mali, sepse shumë s'ke si e danë, do thotë është kontribut i përbashkët, do thotë njësoj edhe shumë këngë krijuar të Ulqinit që këndohen në Shkodër. Po melosi vjen është në një shkallë që ju bën përshtypje njerëzve kur këndohet. Të është edhe kjo, për që se cili do variant i këndimit, për shembull, po edhe Shoqëria Lushit, për shembull, kur e këndonte O Bilbilo i Bukri Shpendë, po dhe Xhadet Hafizit, për shembull, i cili Xhadet Hafizit e ka tamam të shkallën atë që po thon tipologjia e këndimit në Antë Mali, që është si më thon, është një pjesë e strukturës të këndimit shkodran. Ka pastaj debate shpesh edhe për këtë pjesën, se nganjëherë thotë pastaj cila është e Ulqinit e cila është Shkodrës, ose cila mund të jetë është një krijim, po të është a krijoj Gazmendi, a krijoj Dafina. Sa pi jemi do të gjejmë autorin, po jo se ka diçka po ka herë hahen kështu për punë autorësiet, ka një herë kështu si bëhna. Po ajo veçuri, deshta të them kështu, ajo tipologjia e këndimit, edhe ai melos i këndimit, për shembull, pjesën që e kemi pas, për shembull, në Gjirokastër që e këndohet kënga Maja Krahut prej Farizenelit, do të thotë, është një melos i këngës Maja Krahut që me të vërtet dallohet pastaj prej meloseve tjera. Edhe kënga pastaj që është e Gjergjefit, por edhe kënga me instrumente, është komplet e integruar në atë që quhet kostumografi dhe format i pamjes dhe i dukjes, se si thash, reliefi krijon kostumografin, po reliefi dhe kostumografia krijon edhe psikologjinë e tekstit edhe melodisë.
E ajo është ajo që e veçon edhe ku shkom me grup, si thjesht ky reagimi ose veçuria, mund të vërtetohet jo, si thush me saktësi matematikore, është grupi ku publiku është më i fokusuar, ndoshta edhe për diçka tjetër që ka se nuk ka pasur mundësi të jetë prezent shumë edhe bën një risi të madhe. Një traditë të vjetër, por me një risi bile për kështu, publikun. ajo pjesë e elementeve që e kemi prezentuar se varet se si është programi, se si prezentohet, po kur ishim komplet të integruar, kemi qenë komplet trupat, i kam pas trupat e Ansmalit, si thush, të integruar me të gjitha së bashku dhe si është edhe pikë shikimi pastaj edhe i trupave për Tulshinit, apo i trupave të Krajës, po kur shihen këto elemente, tani po flasim si thush, po mund thohet për secilën për këtyre trevave, secila ka veçoritë e veta, po çfarë përfaqëson në plotni. Në plotninë e tyre, për shembull, për trupat e Ansmalit i nderumit, do thotë profesori i Shkodrës, Zefçova, tha unë po shoh për herë të parë të rujtur folklorin shkodran. Edhe ju keni rujt folklorin e Shkodrës. Se të është problemi se kush është folklori i Shkodrës, se 50 vite problematik që kanë pas, mos pasën një trup folklorike të mirëfillt në Shkodër, tha kjo është ta folklori i Shkodrës, Shkodran, tha, se është problem se është fatkeqësi se Shkodra as nuk ka një muze etnografik akoma, nuk ka asnjë ansambël folklorik akoma, kena problem na kur dalim në Shkodër për shembull. Çdo me di si ka qenë një traditë shkodrone, sepse 50 vite diktaturë e ka asimiluar shumë. Universitetet tani janë duke bë, po që të kemi realisht Shkodra duhet të përfaqësonte një muze që do të përfaqësonte gjithë trashëgiminë kulturore, po nuk ka asnjë muze etnografik të mirëfillt as për vete. Nuk ka as muze arkeologjik të mirëfillt për vete, se vetëm një dy katë shtëpi janë kështu me muze arkeologjik dhe fatkeqësisht është edhe pa testuar arkeologjik e Shkodrës. Kurse tani nëse flasim për zonën, si thash duhet shkom në zonë dhe elemente, do thotë trashëgimia e Ansmalit pastaj është aq sa është studiuar edhe arkeologjikisht, sepse edhe arkeologjia do thotë në shas, për shembull lokaliteti arkeologjik shasit, jep të njëjtën tipologji artefaktet arkeologjike me të njëjtën kostumografi dhe me të njëjtën traditë që e kemi edhe sot, do thotë të rujtur. Por ne vetëm sa hap me këto tema. Dhe për secilin me element duhet shumë me konkretisht edhe shumë me... Mirë, ta cekim edhe një gjë pak përsipër që më bën përshtypje edhe tani në gëzimet tona familjare. Shohim nuset e reja me shamite kuqe, shohim gratë më në moshë që kanë ndoshta ngjyrën më të bakame, nëse thëmë kështu, më roz, apo dikush edhe të verdhen. Çfarë transmeton kjo? Çfarë do të jap tek këtë shoh? Ne kemi të pas studiume komplet këtë pjesën e trashëgimisë kulturore dhe këtu jemi, sepse ka larmi shumë të madhe si forme. Edhe Treva Ansmalit ka një larmi shumë të madhe sepse vetëm gjuhë jetët ka 8000 jetë e dëshmume me arkeologji. Kjo trashëgimi është që shtrinjet komplet si kulturë e jone, do thotë, sepse njëjtën shkallë të jetës ka dhe vetë Shkodra, ka dhe vetë Kraja, ka dhe vetë Tulshini, ka dhe vetë Tivari, ka dhe vetë Lezhë, edhe në gjithë të hapësirë kjo është e pa studiume dhe pa njohur në gjithë të trashëgimi. Tashti e kuqja dihet që është simboli i jetës dhe simboli bile që shumë e kuqja ka këtë tipologjinë e ngjyrës vërtet, si thosh shumë në ngjyrë e jetës edhe bardha dihet tipologjia e bardhës, sepse bardha ka një pastërti, mirësi. Ka të gjitha, po që se hyet tashti mi interpretu këtë simbolike në ngjyrës e bardhë, do thotë është me të vërtet pasionuese. Jep edhe sigurinë, sepse për shembull edhe medicina, ti në luftë për shembull, medicina ndihmë më shpejt jepet me teshat bardha, jep sigurinë. Kur i shoh rrobat e bardha,
nuk je i kërcënuar, është dikush që vjen për paqe, për shpëtim. E bardha ka simbolik shumë të madhe. Edhe e kuqja. Tashti dallimi i ngjyrave tashti i shamijave në kokë ose i mbulesave apo i përparsave apo gjithë kostumeve është një larmi shumë e madhe që tregon për një lloj kostumografie aq dinamike edhe një stilizim aq dinamik saqë me të vërtet duke mos cenu asnjë element trashëgimisë ka pru edhe këtë larmi edhe të nevojave të shijeve, por edhe statutit me mosh, sepse edhe kjo është shumë interesante me mosh, deri në cilë mosh pëlqen ti. Na edhe sot me fazat jetës, ja kam kalu këtë fazë, nuk kam mosh më për këtë teshë, edhe sa të thonë. Edhe, po kja, ose e kam vesh, po i kam vesh këtë ngjyrë edhe këtë model pantallonësh, më e re, po sa të kam qef kështu se nuk pak kam qef të shmoshë. Dhe më thonë, gjithmonë ka qenë edhe një lloj nevojët e njeriut përhershëm me tregu një lloj gjendje shpirtërore, psikologjike, por edhe moshet. Edhe këtë larmi e shohim edhe në kostumet e trashëgimisë kulturore që ja kanë këtë larmi edhe këtë liri edhe këtë statut. Ka edhe shumë më tepër spjegime që janë si simbolika, por teshtat të gjitha këto janë të paspjeguar. Po kur fillojmë edhe flasim shije se sa më hapim një pamje më të qartë dhe kemi nevojë të flasim që mund të kuptojmë më tepër do të thotë gjithë atë që quhet trashëgimi dhe kulturë. Do i vendosje një metaforë kulturës së Ansmalit, edhe pse do ta zgjidhje pikërisht atë, për ju personalisht. Po, normalisht është kostumografia, kisha tash me fol këtë fjalë për kostumografinë, do thotë edhe traditën e kostumografinë dhe shijen të veshjes. Në të malit pëlhurat janë pontezi e harit, se legjenda thotë që shas ka qenë të zgjedhë e harit. Dhe nëse është kujdes që mjeti punës të jetë i artë për të krijuar rroba, atëherë kjo më ka po gjithmonë përshtypje se si është mund të qenë kujtesën e njerëzve është rrujt kjo ideja e të zgjedhëve të artë. Edhe sa herë që shoh kështu kostumografi, më bën përshtypje e thonja njerëzve tonë, e rritën pres pas brezit, do të thotë se si në atë qytet ka qenë të zgjedhë të artë. Po tash duhet menduar edhe ajo pëlhur se si është duk për të zgjedhë të artë. Këtë metafora të gjëra të tjera. Mund të krenohemi me atë që po e ruajmë. Gjithmonë, duke pasur rezerva që të bëjmë më shumë, të punojmë më shumë, flas në aspektet familjare tani. Aspektet institucionale besoj se do të kemi së bashku në pjesë të tjera. Gratë kanë punuar gjithmonë edhe vazhdojnë të punojnë. Ne dim të gjithë kur kemi në prag të le të themi gëzimeve familjare, darsma dhe u drejtohemi grave të cilat po vazhdojnë të merren me punimin e teshave të mira, unë edhe kështu e quaj, edhe kështu e themi në Antumanit. Po, teshe mira, po. Teshat e mira. Edhe kjo ka simbolikën edhe, po. Cila është, ma thuaj pak, ma spjego pak, me qenë se dola tek teshat e mira. Pse i themi teshat e mira? Sepse po të shohim gjithë çka bojnë, që është qëllimi, do thotë edhe vizioni, ta bëjnë mirë, mirësjellje. Përmirësim. Kjo e mirë, kjo e mira, përfshin gjithë atë që ka kontribojnë me... Bile është një temë shumë interesante, pse shkruaj njerëzit. Pse shkruaj, pse flasin. Pse bëjmë emisione. Me largu një të keqe dhe me pru një të mirë. Për të mirë, ne me të jetës. E këtë është sa hapet horizonti i diskutimit, me të vërtetë, të më thonë kështu, kur merret element për element, po gjuha është simbolik, se nuk e ka kot Petrozhej, ky algoritmi simbolik i gjuhës. Algoritmi simbolik i gjuhës, ku çdo fjalë është simbol. Se do të kishe një porosi, e gjithë biseda, është porosi në vete, e një emisioni. Sepse nuk dua, dëshiroj sa më shumë të shmangem saj që në fund të një bisede të themi më jepni një porosi, sepse e gjithë biseda ishte porosi.
por dua të ndalim tek të rinjt, me ato që ke bashkëpunuar edhe i ke ndërthurur së bashku edhe në paraqitje edhe në Gjirokastër, me moshën e tretë për me moshën e re. Konkretisht për moshën e re, një porosi për ruajtjen e trashëgimisë së anës së malit. Cila do të ishte në një përmbyllje të kësaj bisedës? Po, ajo që fol me mua dhe refleksin. Le të ndalemi të gjejmë ka një element që e kemi për zemër, secili prej vendit ku jeton. Edhe kjo është një prej formave më të mira me ruajt trashëgimin. Ose, nëse një pavetishme në bën përshtypje, e këndojmë vazhdimisht, le ta quajmë dhe le ta kultivojmë si elementi i trashëgimisë kulturore që bën përshtypje dhe duhet. E në qofse promovohet kështu, atë bëhet edhe element i mirëfillt i trashëgimisë kulturore mbar shoqërore pastaj. Çfarë ke për zemër, Gazmen, nga gjitha këto? Vizioni jam për këtë është, unë i pëlqej mënyrë integrale dhe i kam për zemër mënyrë integrale, të integrume. Unë uroj shumë që trashëgimia, le të themi ajo çfarë ju po punoni personalisht tani, jetë një shembull i mirë për të rinjt, për të vazhduar edhe për të marrë më në thellësi dhe më në detaje edhe në të ardhmen. Falenderoj që ishe pjesë e kësaj bisede. Falenderoj gjithmonë që ke parasysh, le të themi, çdo herë që ndoshta edhe nëse diçka gabojmë ne të rinjt, je aty për të ndihmuar edhe për të korrigjuar edhe një pyetje ndoshta që nuk vjen në formën e mirë për ta sjellë në përgjigjen për atë çfarë kanë të nevojshme ta dëgjojnë publiku. Falenderoj për zemërsisht edhe të uroj shumë suksese, uroj shumë që të takohemi dhe të shtjellojmë më në detaje këto thesaret e trashëgimisë sonë kulturore të anës së malit. Ishte kënaqësi, Gazmen. Faleminderit Dafina dhe në qenë se kjo mbyllja jote që me të vërtetë është e nevojshme kur gabohet diçka. Edhe duhet ta kemi parasysh edhe si porosi si thoshte që nuk është më si vjeta. Mund të jetë njeri në moshë që mund të deformoj trashëgimin kulturore. Edhe mund ka bëj që të deformoj trashëgimin kulturore. Mund të jetë dikush i ri që valorizon mënyrën më autentike ose bën shkak me shtu një element trashëgimisë kulturore që ndoshta s'keni mujt ne as si institucione as si moshë. Por është e vërtetë edhe shumë e rëndësishme kjo që të jemi në mënyrën më të sinqertë, të kujdesshëm, që kur e shohim një element që nuk është në vinë duhur, detyrimisht të ndalim dhe ta hapim debatin. Ta diskutojmë aq sa duhet, një ditë, 2 ditë, 3 ditë, edhe një muaj, deri që ta definojmë që është elementi i duhur dhe jemi besnik me asaj që është trashëgimi. Kjo është një vlerë e madhe që duhet ta kultivojmë te njëri tjetri. Faleminderit. Faleminderit. Ishim së bashku me Gazmen Kovaçin, zyrtari i trashëgimisë kulturore, për të folur në këto minuta të vlefshme dhe të bukura për trashëgiminë kulturore të anës së malit me tekst të veçantë pra tek folklori. Do të vazhdojmë të jemi së bashku dhe uroj shumë që edhe në pjesë të tjera do të shtjellojmë më shumë edhe më në detaj. Pas kësaj bisede që ne zhvilluam edhe me ato i cili mund të themi është nga personat që çdo herë flet për trashëgiminë kulturore, siç ishim së bashku me Gazmen Kovaçin, do të dalim tek një pjesë e cila na vjen nga rruga e cila le të themi lidh Ulqinin edhe anën e malit. Pikërisht në Zenelaj është një nga personat që nëse kalon asaj rrugë nuk mund të mos ta takosh edhe ta shohësh aty. Ka filluar para pak vitesh ndoshta që të gjitha punimet edhe të gjitha veshjet tradicionale të jenë të ekspozuara ashtu përmes rrugës kryesore Ulqin-Shkodër, pikërisht në Zenelaj. Ramiz Hajdari, një nga le të themi personat që punon në aspektin kulturor dhe për të promovuar veshje tradicionale, ka zgjedhur që edhe t'i shes në këtë mënyrë, por edhe duke i parë vazhdimisht në rrugë, të kemi në kujtesë se sa duhet le të themi t'i ruajmë edhe t'i çmojmë. Çfarë thot ai, e ndjekim në materialin në vazhdim.
Një nga thesaret e le të themi anës së malit dhe Ulqinit janë gjitha këto veshje. Ramis, sa vite u bën që po merresh me to dhe ku e sheh që është interesimi më shumë? Atëherë sa i përket artizanatit ka rreth 23 vite, ka edhe 5 vite më përpara që marr edhe me dhënien e drunit, mirë po sa i përket traditës, unë shoh që në kohëve të fundit po rikthehet tradita, pra edhe të rit janë të interesuar për veshjet kombëtare, edhe të rit tonë biletanës malit që s'kanë qenë më përpara, mirë po ndoshta ishte ajo sepse kur i shohin këtu në qendrën tonë të malit çdo ditë, edhe kur kalojnë edhe ndoshta pastaj edhe është ajo që u pëlqejnë edhe nalen edhe i blejnë. Përveç diasporës, pra janë ata tonë që i blejnë edhe ata tonë. Janë veshje të cilat, le të themi, vishën tashmë në momentet veçanta, gëzime familjare, në dasma. Shihet ky interesim në këto? Po, shumë pyetje e qelluar kjo se në dasma, unë kam pas rast kohëve të fundit që komplet një darsë ndikon të malit në baj, që është bën vetëm me veshje kombëtare. Edhe në dasma janë të vesh më tepër, edhe shoh që edhe këto vinë e marrin njerëzit, pra veshjet edhe i veshin në bërdarsma, kështu që unë jam shumë i kënaqur, jo ajo që ka një profit madh për këtyne, mirë po jam shumë i kënaqur pra pasi që traditat po rikthehen edhe te gjeneratat e reja, jo prej atyne të cilët dojnë me i punu, po prej atyne që dojnë pra me i vesh edhe dojnë me marrë për aktivitetet ndryshme, jo vetëm darsma, po edhe në aktivitetet ndryshme ka që i veshin. A është vështirë gjehen këto produkte, le të themi, ato që i punojnë, ato të cilat merren me këto produkte, a është vështirë që ta gjesh, le të themi, që ta blesh edhe ta arrish tek shitja? Jo, unë kam prodhuesit e mi, pra që i bën, pra këtë verë kam pas një artizane prej Gjilanit, të cilat i ka prodhu pra në kioskat e Ulqinit, janë prodhu aty direkt, edhe çmimet kanë qenë më të bolishme, pasi që ka qenë një çmim domon prodhues, kështu që ka artizane që marrë edhe prej Kukësit, edhe prej Krujës, edhe prej artizaneve tjere, prej Gjirokastës. Mirë po, domethënë Kemi vendas? Kemi prodhues vendas prej anës malit, kemi edhe në Ulqin, pra që vazhdojnë, pra ka shumë vite që vazhdojnë të tradita për të që veshjet kombëtare, dhe se shoh kur i pyes edhe ata, domethënë interesimi i rrit për veshjet kombëtare shqiptare. Jemi në fund të takimit ton për sonte në thesaret e traditës son, kushtuar folklorit edhe traditës anës së malit. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj, ne premtojmë që ko pas ko e pa dyshim do të sjellim në çdo emision tonin
aspektin kulturor të trevës son, ashtu siç po bëjmë edhe tek thesaret. Unë ju falenderoj edhe një herë edhe uroj shumë që të gjitha fjalët, mesazhet edhe çdo gjë që sjellim përmes këtij emisioni të jetë një motiv më shumë që mos të harrojmë asnjëherë nga ku i kemi rrënjët edhe se sa e rëndësishme është ruajtja e folklorit dhe traditave tona. Natën e mirë. Program podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Ky program është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe lëndëmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive.